أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Paqja dhe mëshira e Zotit qoftë mbi ju, mbi familjet tuaja dhe mbi të dashurit tuaj. Të dashur vëllezër, të nderuara nëna dhe motra. Do të jetojmë sot me një temë dhe një cilësi të cilën duhet ta kemi gjithë secili prej nesh. E të cilën cilësi duhet të punojmë shumë, të lexojmë shumë dhe të mësojmë shumë se si ta përvetsojmë atë. Dhe asnjë ditë e jona mos të kaloj përveç se duke qenë të mveshur ne dhe ju me këtë cilësi, sepse kjo cilësi na i lartëson veprat tona, na i shumëfishon ato dhe na i shpërblen ato. Po nëse na mungon kjo cilësi, ne dhe ju, të gjitha veprat tona do të asgjësohen, të gjitha veprat tona do të mangësohen dhe nuk do të jenë të shpërblyera. Fjala është për sinqeritetin, cilësi dhe veçori kjo që i dallon besimtarët. Cilësi dhe veçori kjo që e formon karakterin e njeriu, e formon besimtarin, e formon muslimanin dhe muslimanën. Dhe pa këtë cilësi, të gjitha veprat tona, qofshin të mëdha apo të vogla, nuk kanë vlerë. Sepse Allahu i madhruar në shumë ajete kuranore na porosit ne që kemi besuar se të jemi të sinqertë, fillimisht në raport me Zotin, pastaj në raport edhe me njerëzit me të cilët jetojmë dhe punojmë. Allahu i madhruar në Kur'an, në njërin prej ajeteve kuranore na thot: Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. O ju që keni besuar, frikësoni Allahut me një frikë të sinqertë dhe mos vdisni ndryshe përveç se duke qenë musliman. Jeni të sinqertë në frikën tuaj ndaj Zotit. Jeni të sinqertë në veprat tuaja ndaj Zotit. Jeni të sinqertë në veprat tuaja me njerëzit. Sepse edhe i dërguar i Zotit, Muhamedi alayhi salatu wassalam, në njërin prej haditheve të tij na ka thënë: Innamal a'malu binniyat. Me të vërtetë, veprat shpërblehen, çmohen dhe paguhen sipas niyetit, qëllimit që e kanë. Nëse ne jemi të sinqertë dhe veprat i bëjmë për Zotin, do të na shpërblejë Zoti. Por nëse në veprat tona, çfarë do qofshin ato të mëdha apo të vogla, vetëm një hise e ndajmë për njeriu, sinqeriteti ju është shkatruar. Veprat tona të sinqerta kanë mbaruar, sepse tani më për Zotin nuk jemi duke punuar. Për treguar më shumë vlerën e sinqeritetit, Allahu i madhruar në një sure të tërë e ka zbritur në Kur'an dhe ka quajtur surja e sinqeritetit, Suratul Ikhlas, që nuk ka besimtar, i madh dhe i vogël, moshrritur dhe fëmijë që nuk e di këtë sure. Surja Kul Huwallahu Ahad. Kjo sure është sure e sinqeritetit. Dhe pejgamberi alayhis salam për këtë sure ka thënë se vlera e kësaj sure është sa 1/3 e Kur'anit. Mundoni që këtë sure ta lexoni shpesh. Mundohuni që për këtë sure të mësoni shpesh, sepse kjo sure përmban njohurinë e sinqertë për Zotin fuqiplot. Për shkak të sinqeritetit, të dashur vëllezërit e mi, të nderuara nëna dhe motra, për shkak të sinqeritetit, njerëzit e humbin xhenetin. Shumë shkurtimisht një ngjarje dhe një hadith pejgamberit alayhis salam, të cilin e keni dëgjuar shumë herë dhe e keni lexuar disa herë. Në ditën e gjykimit, kur njerëzit do të dalin para Zotit fuqiplot, zjarri i xhenemit do të ndizet me 3 persona. I pari do të jetë ai që luftoi në fushë betejë, luftoi në luftë dhe shkoi shahid te Zoti. Kur do të del para Zotit fuqiplot, Allahu do ta pyet për çka ke luftuar, do të thotë për hir të ndën o Zot. Jo ke gënjur, sepse ke luftuar për ta ngritur emrin tënd tek njerëzit, për të thënë njerëzit që filani ka luftuar, filani ka qenë në luftë, filani është shkuar në betejë, dhe për shkak të mos sinqeritetit të tij, Allahu e afron zhagas në zjarrin e xhenemit. I dyti do të jetë ai që ka pas dituri dhe ai që ka shpërnda dituri. Dietarët, të cilët shpërndajnë dituri,
mësuesit të cilët shpërndojnë dituri. Kur do dalin para Zotit, Allahu i madhruar do t'i pyet: për çfarë keni shpërndarë dituri? Për çfarë keni dhënë ligjërata? Për çfarë keni ndarë mësime? O Allah, të gjitha këto i kemi bërë për hatër tëndin. Zoti fuqiplot nuk jo pranon këtë vepër sepse njëti i tyre nuk ishte i sinqert dhe nuk i kanë bërë këto vepra vetëm për Zotin, andaj Allahu i obligon që të shkojnë zhogas në zjarrin e xhenemit. Dhe i treti do të jetë ai i cili ka jep nga pasuria e tij, ka shpenzuar nga pasuria e tij, ka dhënë prej pasurisë së tij për të tjerët. E kur do del para Zotit, Zoti i Madhërisht do ta pyet: o robi im, ka e shpenzove pasurinë? Për hir të kujt e dhurove pasurinë? O Zot, vetëm për ty e kam bërë këtë. Jo robi im, po gënjen, sepse e ke bërë për të thënë të tjerët se ke qenë bujor. E ke bërë për të shpërblyer të tjerët, për të përmendur të tjerët, për të thënë të tjerët që filoni na ka ndihmuar, filoni jep shumë, filoni bën shumë, e për hir timin nuk e bën asgjë. Andaj detyrohet që të futet në zjarr. Sinqeriteti i humb të gjitha veprat. Dhe po e poseduam ne shpërblen të gjitha veprat. Nëse ne nuk kemi sinqert, veprat tona janë të pavlera. Nëse ne nuk kemi sinqeritet, puna jonë është e pavlerë. Nëse ne nuk kemi sinqeritet, adhurimet tona janë të pavlera. Nëse ne nuk kemi sinqert, edhe sado veprat të punojmë nuk kanë peshë, nuk kanë vlerë dhe janë të humbura, qoftë këtë botë, qoftë në botën tjetër. Yahya ibn Kathiri na ka mësuar dhe ka thënë: mësojeni sinqeritetin, sepse sinqeriteti është më e rëndësishëm se sa vepra. Të jemi të sinqert është shumë më e rëndësishme se sa veprat tona, sepse po s'kemi sinqeritet, nuk ka vlerë as vepra jo. Dhe po e përmbyll me Sufjan al-Thauriun, Allahu e mëshiroft, i cili ka thënë: nuk kam mjekuar diçka më të lëshme se sa njetin, qëllimin, sinqeritetin tim, sepse kjo sëmuri i lehtë. Syfatësia është shumë prezente, mos sinqeriteti është shumë prezente, dhe duhet ta mësojmë vetveten, ta lodhim vetveten, ta edukojmë vetveten dhe të jemi strikt me vetveten që për hir të askujt mos të punojmë, vetëm për hir të Zotit, sepse të gjitha hatrat e tjera do të largohen, vetëm për hir të Allahut do të mbetet dhe vetëm Allahu do të na shpërblen dhe do të na paguar për asaj që ne kemi pasur në zemrat dhe në sinqeritetin ton me veprat e punuara. Qofshim të sinqert në dunjë dhe ahiret. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.